Mirë se erdhe në debatin e ri Pavle Bogojevski, koalicioni për jetë në Maqedoni nuk është opozicion i përbashkët siç dëshironit në fillim. Ju bisedoni me shfrytëzuesit të rrjeteve sociale Facebook, Twitter. Përmendëm se jeni në njësinë zgjedhore numër 1, numër 4 në listën zgjedhore. A do të fitojë LSDM-ja, ja pyetja e parë, dhe koalicioni për jetë me 11 tetor në dhjetor. Shkurtimisht do t'ju them po. Do të fitojë. Dëshiroj një elaborim të shkurtër. A do të fitojë LSDM-ja? Po. Por me fitoren e koalicionit për jetë do të thotë fitore për të gjithë Maqedoninë. Sa deputet mendoni se do të fitoni? Nuk mund të them sa. Dëshiroj vetëm një gjë të them. Retorika politike klasike çdo politikanit është me qëndrimin se do të fitojmë, edhe pse unë jam i bindur se do të fitojmë, por megjithatë do t'i presim rezultatet me 11 dhjetor. Tani kemi një mundësi që t'i ndryshojmë gjërat. Për çfarë keni mundësi? Most ka publikuar se ka dëshmi për disa paregullësi që nga fillimi i procesit. Paregullësi zgjedhore është një praktike VMRO-DPMNE-s. I kanë qenë të pritura. Këtë herë si që kemi informacionet janë shumë të vogla dhe geografikisht janë shumë të kufizuara, por kjo nuk do të thotë se nuk ekzistojnë. Ajo që është ndryshe tani është fryma për mos patjes së frikës gjatë kryerjes së presioneve. Ka shumë qytetarë me të cilët bisedojmë, të cilët thonë ka presione, por këto presione nuk kalojnë më tek qytetarët. Ata e dinë për cilën do të votojnë me 11 dhjetor. Vazhdojmë me pyetjet. Facebook. Pop Gjorgjevski, si nga larmishëm bëhesh i kaltër në majën e partisë për aq kohë të shkurtër, duke menduar se jeni pjesë të LSDM-s, edhe pse në majë të partisë? Në majë të listës zgjedhore po. Unë u shpreha, tregova për këtë pyetje, nuk jam antar i LSDM-s dhe nuk dëshiroj të jem në të ardhmen. Kjo nuk është largim nga partia, po unë i besoj LSDM-s si parti dhe liderit Zoran Zaev. Por, nëse dëshirojmë të bëjmë një ndryshim të vërtet dhe nëse dëshirojmë në narrativin civil të vendosim në diskursin politik, duhet të bëjmë këtë nga jashtë. Gjegjesisht, unë nuk jam i kaltër, nuk jam në majë të partisë, po bashkëpunoj ngushtë me ata si edhe me të gjithë ata të cilët janë të gatshëm të hyjnë në këtë luftë dhe të ndikonin mbi politikat nëse hyjnë në parlament. Pyetja e dytë, a të pengon se shoqërohesh me njerëz të cilët kanë vendime gjithësore se kanë kryer kriminal. E njëra është të jenë të akuzuar, tjetra nëse ka dyshime. Edhe unë nuk di për kënë mendon, nuk përmendet në pyetjen, për fat të keq jo, nuk përmendet në pyetjen. Sigurisht që në rrethin tim, dikush ka vendim gjyqësor për ndonjë krim, edhe unë kam qenë i akuzuar, nuk më pengon se shoqëroj me këta njerëz, pasi që këta janë bashkëluftetarët të mi të cilët janë miq, shoqë dhe shok. Disa nga të Laramishit ishin edhe në paraburgim. Të gjithë ata në revolucionin Laramin, nëse ka vendim gjyqësor për ata, e kanë paguar dënimin. Shumë më tepër më pengon të shoqërohem me parti ku ka mbi 56 njerëz të cilët janë qenë të akuzuar. Mendoni për VMRO-n, po. Shumë më tepër më pengon nëse shoqërohem me njerëz të cilët janë të organizuar si mafi dhe vjedhin në shoqërinë. Shumë më tepër do të më pengoj nëse shoqërohem me njerëz të cilët thirren në orientim pro-evropian, por gjithçka që bëjnë janë duke kthyer në ndarje, në urrëtitjen ndaj krimit. Aleksandar Arsov përsëri në Facebook, vallë në qendrat për kulturë të cilat janë në Ministrinë e Kulturës do të fillojnë të punojnë njerëz ekspertë dhe profesional të cilët dinë si ta ruajnë
traditën dhe kulturën. Po ka dy përgjigje, njëra përgjigje është e cila është vendosur në planin për jetë, e cila fuqimisht lufton për reformat të institucioneve dhe riorganizimin e institucioneve shtetërore të mbara administratës publike. Këtu do të marrin pjesë edhe punëtorët kulturor gjithsesi. Përgjigja e vërtet, civile, ka qenë edhe nga regjisorja Zoja, duhet kulturën t'ja kthejmë profesionistëve. Kjo është e para. Gjenocidi kulturor i cili na ndodh nga BDI-a dhe VMRO-ja bëhet vetëm për pika ditore politike. Kultura duhet të jetë një gjak i shoqërisë, duhet të jetë një prezantim real i shoqërisë, e jo çfarë dëshirojnë elitat politike të na përgjigjen. Po, dhe ndikimi i Ministrisë për Kulturë mbi prodhimin final duhet të largohet. Marijana Stoimenovska nga sfera e sigurisë, pasi që keni kryer sigurisë, çfarë programe multietnike do të ndërmerrni dhe ide të reja për avancimin e arsimit? Në Ministrinë e Punëve të Brendshme ka pasur shumë risije të ashtu quajtura në kohën e fundit, e cila asnjëra nuk funksionon. Risija e parimore për të cilën unë do të fokusohem është fuqizimi i kulturës dhe mbikëqyrjen e punës së policisë. Kjo nënkupton vendosjen e mekanizmave kontroll të policëve jashtë Ministrisë së Punëve të Brendshme. Praktiksa jonë ka treguar se derisa sektori për kontroll të brendshme dhe standarde profesionale ka është përgjegjësi kryesore që ti luftoj këto dukuri nuk funksionon. Pra ka një lidhje të pashëndosh midis Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe kontrollit të brendshme. Ne do t'i profesionalizojmë këto institucione, mos të jenë pa ndikim nga qendrat politike, të fuqive politike. Pyetja e dytë, ide të reja për integrime, trajnime multietnike, pra trajnime multietnike për trajnimin e kuadrave. Këtu na ka të bëjmë me personin, por me shoqërinë. Kjo është një koncept i cili zbatohet në demokracitë perëndimore, ku policia është në funksion të qytetarët, e përrezanton, e përfaqëson shoqërinë, të cilës shërben dhe në mënyrë miqësore, me besim, bashkëpunon me anëtarët e shoqërisë. Me fjalë tjera, bëhet nëse ka një mjedis shqiptar dominant me shqiptar ose me maqedon, edhe policia e cila shërben në këto mjedise duhet ta reflektoj si nga ana etnike ashtu kulturore, që të mundet më së miri të përgjigjemi sfidave praktike ajo partisë. Këto janë edhe ide të reja për një arsim të integruar. Arsim integruar do të thotë diçka tjetër. Kjo është një problem më i komplikuar, i cila që të implementohet dhe kërkojnë analiza të tërthorta. Dhe ne nuk kemi analiza të tilla për një arsim të integruar të tillë. Pra pikë së pari duhet të kemi një analizë objektive të situatës në terren. Sa janë nevojat, çfarë arsim duhet, si të zbatohet, që pastaj të kemi një vendim të informuar politike, jo populistik. Twitter, Dragan Mitkov, nëse i fitoni zgjedhjet, sigurisht që mendon për VMRO-DPN, a duhet të hudhi me ngjyrë dhe ti shkatrojmë ndërtesat publike. Nëse VMRO-ja pra fiton në zgjedhje dhe LSDM-ja nëse fiton në zgjedhje. Shkojmë me dy variantat, nuk precizojnë. Thash në fillim, LSDM-ja nëse fiton LSDM-ja nuk do të filloj LSDM, do të fitoj tër koalicioni, tër Maqedonia do të fitoj. Dhe derisa implementohen reformat me një tempo të këndshme, që të kemi mbështetje të OJSJ-s, të prokurorisë speciale, unë personalisht nuk ndjej nevojë për protestim, e nëse fiton VMRO-ja për protesta, procesi demokratik është i tillë. Nëse votimi kalon pa rregullsi
pa rregullsi sistematike, ajo do të jetë realitet dhe do t'i përkushtohemi reformave. Por nëse VMRB dhe BDI-a si parti vazhdojnë ta pengojnë punën e prokurisë speciale, i ndalojnë reforma sistematike dhe nuk lejojnë kontrollin mbi kqyrjen mbi qeverisjes së tyre, mendoj se nuk kemi mundësi tjetër përveç rrugës. Ka edhe një pyetje tjetër, se a do të ktheheni në rrugë? Unë do ta kërkoj kujt është pyetja, do t'i tregoj, a do të kthehem në cilat rrethana do të ktheheshit përsëri në rrugë? Po unë jam një njeri i cili vjen nga kultura e protestave të Maqedonisë dhe pa marrë parasysh a jem në kuvent ose jashtë kuvendit, unë do të protestoj për çdo kauzë të cilën e mbështes ideologjikisht. Dallimi i vetëm nëse jam në kuvent në krahasim me periudhën që nuk isha, unë do të mendoj për prezantimin tim, pasi që angazhamani politik im mund të defokusoj mesazhin e protestave, po unë do të vazhdoj të mbështes çdo kauzë për të cilën besoj. Pavle Bogovski, kemi një pyetje tjetër. A do të vazhdoj revolucioni Ilia Raman në dy versionet? Unë dëshiroj të them se revolucioni Ilia Raman ka dy versione, ose edhe shumë versione. Revolucioni Ilia Raman është pjesë e shpirtit tim, pjesë e cilës unë prashë, është pjesë e imja. A do të vazhdoj në rrugë? Unë do të mbështesi çdo aktivitet të revolucionit Ilia Raman dhe do të mendojem se a do të jem aq i dukshëm që mos ta pengoj mesazhin e revolucionit. Dhe një gjë shumë e rëndësishme, ky revolucion pa marrë parasysh ndonjë antari i saj do të hyjë në pushtet, duhet të vazhdoj të jetë korrigjues i pushtetit. Unë pres me bashkëluftëtarët e ime të cilët protestonim, marshonim. Nëse vlerësojnë se duhet të dalin dhe të protestojnë, duhet të dalin. Dhe pres këtë nga ata, ju nuk do të dilni nga parlamentet nëse nuk jeni të kënaqur nga opozita e bashkuar, nga politikat e tyre, nëse nuk pajtoheni me ata. Kjo është një pyetje shumë hipotetike. Çdo përgjigjime do të shihet si një obligim për rrethana në të ardhme. Situata politike do ta tregoj këtë, siç edhe kam përsëritur disa herë, për disa pyetje të cilat nuk jam i gatshëm për kompromis. Ajo është mbështetja për prokurorisë publike dhe mekanizma efektive për kontroll dhe mbikëqyrje të pushtetit. Aleksej Demjanski, si qytetari i shpërngulur nga vendi, ai ka qenë në këtë studio para një kohe të caktuar. Më intereson konkretisht si do t'i bindni të rinjt të suksesshmit që të kthehen në Maqedoni. Përballja me gjenocidin social me të cilin ndodh qytetarët nuk është një gjë e thjeshtë dhe kërkojnë disa zgjidhje sistematike. Kjo nuk është një proces të cilin mund të premtojnë se për një vit do të rregullohet. Nëse dëshirojmë mos të largojnë të rinj dhe t'i kthejmë të rinjt, neve duhet të krijojmë rrethana për të ardhmen e tyre. Unë kam biseduar sot në rrjetet sociale për këtë. Unë e shoh 3 zgjidhje ose 3 hapa. Pikë pari, punësimi dhe rroga nuk duhet të shohim si instrument për mbajtjen e fuqisë politike. Pra, frika nga ky pushtet nuk është arma, por kontrolli mbi rrogat, edhe kontroll mbi një pjesë të madhe të votuesve. Pyetja e dytë, e cila mund duhet që hapi i dytë duhet të vendoset një sistem arsimor i cili duhet të ketë autonomi të plot që të përgjigjet kërkesave të tregut të punës, jo kërkesave të strukturave në pushtet. Dhe e treta, ne nuk duhet
të jemi shtet i cili do të lavdrohet para investuesve të huaj për punën e lirë të dorës, për punë të lirë. Ne duhet të kemi rroga më të larta minimale, duhet të kemi mbrojtje të fuqishme të punëtorëve dhe të drejtave të punës dhe nevojitet në një mbështetje financiare për firmat vendore për subvencionin e rrogave, jo të ndihmojmë vetëm kompanitë e huaja. Pra, kjo është e lidhur me një pyetje, a ka alternativ, a ka alternativ kapitalizmi? Pra, kapitalizmi dhe ekonomia e tregut kanë shumë alternativa, por nëse mendojmë në mënyrë praktike, duhet të jemi të vetëdijshëm se nuk jemi në një ishull. Ne si Republika e Maqedonisë kemi vendosur formalisht së paku një ekonomi të tregut, kemi bashkëpunim me shtetet të cilat kanë ekonomi të tregut dhe sistemi kapitalistik nuk është përsosur, por është më i miri. Ju përgjigjeni si Churchill, Goran Babić. A e përdor shërbimet e Telekomit? U thash se unë nuk do të përdori më shërbimet e Telekomit. Disa vite shfrytëzoj shërbimet e One, kur jetoja me të mit në shtëpi, shërbehesha me shërbimet e Telekomit. Tani, po nuk i përdori shërbimet e Telekomit, por disa ditë kam më shfrytzuar edhe publikisht kam kërkuar falje. Pse nuk vazhdohet me fushatën Pere Perovski Twitter? Aja ka ble vilën në Vodno nga Kontominos ose nga gjyshi Slobodan? Dëshiroj edhe një herë ti përgjigjem. Ai thotë se Slobodan Bogojevski është gjyshi juaj, po dëshiroj të përgjigjem në këtë pyetje. Nuk kam asnjë lidhje me Slobodan Bogojevski dhe është për të qeshur pse as shumë shfrytëzohet. Kur dikush për 24 orë me 2 meme në internet shpith sendet e tij, unë shpresoj se kjo narrativ do të zgjerohet. Unë nuk kam lidhje me Bogojevskin, siç di, ai vjen nga Evefçani, ndërsa unë vi nga Prilepi, të themi 3 herë kam pyetur baban, kushërin tjerë, kur filloi kjo propagandë të zgjerohet, dhe jo, nuk jam i lidhur me Slobodan Bogojevski, dhe sa i përket vilës së Vodnos, nga ku është pyetja? Pero Perovski. Do të lys Peren, të më tregoj se ku gjendet kjo villë, që ta gjej që mos të jetoj ku jetoj, që të dalë të jetoj në Vodnos, unë nuk e di atë villë. Çfarë plan ka LSDM-ja për t'i fituar pensionerët të cilat votojnë për VBR-on? LSDM-ja ka plan të vet, unë mund të flas për perceptimin tim. Pensionistët janë një problem i veçantë, po ata janë tradicionalisht votues të VMRO-DPMN-s, pasi që pensionet rriten de facto për një vlerë të caktuar dhe informacioni i vetëm që i pranojnë këto persona vijnë nga mainstream media të pro-qeveritare. Ne do vazhdojmë të përpiqemi të ndajmë informacione në dy linje. Pra, me këto politika të qeverisë, të rinjt largohen dhe këto të rinj janë fëmijët e tyre, dhe e dyta është pak më analitike dhe më e komplikuar. Kur erdhi VMRO-DPMN në pushtet, ka një rritje të rrogës mesatare, kemi rritje pak të pensioneve, por rritje më të madhe kemi mbi shpenzimet e jetës. Edhe pse kuantitativisht me denar rriten rrogat dhe pensionet, jeta bëhet shumë më e shtrenjtë se sa rroga dhe pensionit që mund të përmbush. Pra, koalicioni do t'i përcjell tendencat e rritjes, pra rritje më të madhe të
të rritje më të madhe të rrogës mesatare, pensioneve, po Gruevski jep pensione më të larta, çdo vit i rrit, para çdo zgjedhje praktikisht, por fondi pensional është në një gjendje katastrofale. Ne do të kemi reforma për stabilitet afatgjatë të fondit pensionar. A duhet më vonë të shkojnë burra dhe gratë më vonë në pension? Ka disa sugjerime të tilla, propozime, kështu pra. Siç di unë, koalicioni nuk ka plan për rritjen e moshës të pensionit. Ka plan për kthimin e pensionit në bazë të stazhit. Nëse dikush ka punuar 35 vjet, mos të gabojmë me numrin, ju lutem kontrolloni edhe ju. Me disa vite të stazhit, edhe pse njeriu nuk ka arritur, një person nuk ka arritur moshën për pension, që mund të shkojë në pension në bazë të stazhit. Вели дека има многу лошо ехово звукот на преносот не моли да направи. Pra një shikues thot se ka probleme me zërin, por ta informojmë teknikun, kolegun Darko. William, Twitter. A do të ngjyroset porta triumfale përsëri pasi që është simboli i luftës sonë? Sa di unë, akoma nuk është ngjyrosur, kanë vendosur një skele aty dhe një perde. Unë këtë e interpretoj me faktin se VMRO dëshiron të fshehet ose të fshehë diçka, ta fshehë portën, ata e shihnin këtë portë si triumf, por ajo u bë simboli i lirisë sonë. Nga arsye penale dhe juridike ligjore nuk do të përmenda, do të ngjyroset përsëri. Cilën shtërkot? Si do ta zgjedhin kontestin me emrin dhe kur mendojnë të hyjmë në NATO? Kjo është një pyetje shumë e thellë. Nuk dëshiroj të hyj në opsionet e mundshme, pasi që unë nuk kam kapacitet për zgjidhje të tillë. Dhe këtë nuk mund ta thot vetëm Pavle Bogojevski. Unë dëshiroj të them se integrimet tona euroatlantike nuk duhet të pengohen, nuk duhet të qëndrojnë në vend. Çfarë do të ndodhë nëse humni në zgjedhjet? Mendoj se përgjigja këtë pyetje. Jam i bindur se do të fitojmë. Nëse DPMN e fitoj, kjo për mua do të varet nga vullneti i tyre që ta mbështesin OJC-n, në fakt prokurorinë speciale, dhe të kemi kontroll mbi pushtetin. Nëse vazhdojmë ta shohim cirkun të cilën kemi parë deri më tani, unë për mua në një parlament të tillë nuk ka vend. Pse ke vendosur të hysh në politikë, si duron Gotham Girl 700? Vendosa të hyj në politikë. Ne për momentin Ова се снима така да може да продолжите. Поздрав до... Ти përshëndes провайдерët. Да, уnë ќе објасни зашто станува збор. Да. Утре веројатно. Не верувам дека ќе објасним. Не е прв пат, нема биде и последно. Да гледаме цвет. Edhe 18 ditë regjim, ndoshta me qëllim na e kanë ndalë internetin. Pse kam hyrë në politikë? Në momentin kur vendosëm se jemi të vendosur që në mënyrë të drejta largojmë këtë regjim, pra ne vendosëm që Gruevskin ta fitojmë në arenën politike, ku ai mendon se është më i fuqishëm, gjëgjësisht në zgjedhjet. E vendimi im që të hyj në politikë nuk është vetëm vendim për ndryshim të karrierës time, është vendim për instrumentalizimin tim në përmjet politikës. Mendoj se mund të kontriboj në luftën kundër regjimit në këto zgjedhje dhe mendoj se pjesëmarrja ime dhe pjesëmarrja e aktivistëve tjerë, kur flas për efektet nuk flas vetëm për palën time, pra për gjithë palët në këtë proces dhe këtë shoh si një dëshmi se po opozita është e vendosur që ti largojmë pengesat politike dhe të hapet për qytetarët, si mbijetoj, si duroj
Unë them vështirë, para përgjigjja e shkurtë është vështirë, e gjatë lehtë. Pra kam fuqi, Angela më jep fuqi, Ana, Zamir, Toni, më japi fuqi, më jep Nora, Urania, Ivana Blazhevska, fuqi më jep Goce Batka dhe shumë të tjerë, të cilat më kërkoj falje se nuk do t'i përmendni të gjithë. E di se nuk jam vetë. E di se askush njeri nga aktivistët politikë që ka hyrë në politikë nuk është vetë, kjo është një luftë e përbashkët dhe do të durojmë. Dobro, bata koja veli ve гледаме не е Pra nuk ka linku, na shohin në YouTube. Dobro. Udime Të flasim një përsëri me Edvard Kardel Jr., i cili pyet si mund të kemi kontroll të vërtetë mbi shërbimet e inteligjencës. Pra komisioni parlamentar për kontroll Контрола на следењето на комуникации dhe komunikimi dhe за контрола на komisioni parlamentar për mbikëqyrjen e punës së Agjencisë për Zbulim dhe Kundërzbulim. Сегашната законска поставеност им дава многу Për momentin, ata njerëz kanë shumë kufizime, ata duhet të hyjnë në ato institucione kur të duan dhe duhet të kemi përgjegjësi për mosdhënien e raportit adekuat, siç ka ndodhur vite me radhë. Pra nëse fuqizohet kontrolli parlamentar, mendoj se atëherë do të rritet edhe kontrolli mbi Agjencinë për Zbulim dhe Kundërzbulim. A do të kenë ndonjëherë do të kemi merit sistem në administratën publike? Zyrtarisht ky sistem është i implementuar pa merit. Meritat nuk maten në punën, vendin e punës, por në partitë bëhet këto matje. Pra, largimi i influencës partijake nga administrata publike është kryesore. Nëse kjo bëhet, atëherë merit sistemi do të funksionojë dhe një vlerësim real. Значи, ако некој не постапува како што налага критериумите за неговото или нејзиното работно место. Pa, nëse dikush nuk vepron siç duhet, do të ballafaqohet me Ако некој работи како што треба без разлика од која партија, përgjegjësitë. Nëse arrim t'i bëjmë këto gjëra dhe mendoj se do të arrim ta largojmë ndikimin politik kur do të fitojmë në zgjedhjet e 11 dhjetorit, do ta zgjidhim me problemin me merit sistemin. Aq për këtë përgjigje. Dobro. Kemi edhe një pyetje. Уште едно прашање на Edvard Kardel Jr. nga Facebook. Од Facebook, зошто Pse mos të kemi legalizim të plotë të marihuanës nga biznisi deri në konsumim? Qeveria e PD-s dhe VMRO-s filluan legalizim të marihuanës për qëllime medikale, Многу други процеси кои тие ги почнаа. po ky proces është bërë në mënyrë të sipërfaqësor vetëm për të fituar pika politike dhe për këtë fitim kanë vetëm korporatat e mëdha, ndërsa edhe vetë prodhimi final nuk është i mirë. Neve na nevojiten reforma të plota, të orientohemi deri tek konsumatori i fundit e jo tek prodhuesit. Sa i përket legalizimit të plotë të marihuanës, mendoj se shfrytëzimi i marihuanës duhet të shihet si një çështje mjekësore, jo kriminale. Prodhimi jo ligjor i marihuanës duhet të jetë vepër penale, por duhet të rregullohet edhe me ligj tjetër. Por në çdo rast nevojiten analizat gjithëpërfshirëse. Kjo është njëjtë si koncepti për arsimin integruar, ku të bëhet fjalë për një fenomen shtetëror, siç është një fenomen i ri si ky, ne nuk mund ta bëjmë këtë pa analiza. Duhet të analizohet në mënyrë të saktë sa përqindje të popullatës që konsumojnë marihuana në mënyrë të rregullt e pa rregullt, çfarë efekte do të ketë mbi shëndetin publik dhe individual. Dhe a do të rezultojë me dukuri tjera negative. Në bazë të këtyre analizave, unë jam i gatshëm të mbështes çdo zgjedhje e cila do të jetë mirë argumentuar. Thoni se nuk do të shkoni me zgjedhje partijake, pra vendime partijake, por me argumente, me debate publike do të merrni vendimet. Ky është qëndrimi im. Jean Cruella, përsëri nga Twitter, si do të realizojë Услови на демократија во основни и средни училишта како дел од формален образовен процес. koalicioni i Jetaj e Maqenisë Македонија планира повеќе do të ka më shumë reforma në arsimin,
midis së cilës është edhe arsimi i orientuar drejt shoqërisë bashkëkohore, ku edhe marrin pjesë ne ka edhe zgjedhje tjera, ulja e lëndëve, largimi i kontesteve eksterne, por po, unë mendoj se arsimi shtetëror демократија треба да биде задолжителен предмет за секој ученик. Дел од причината зошто ние се наоѓаме во оваа ситуација и зошто ДПМН и ДУИ толку pse vëmëro dhe pëmëne dhe bëdhi me propaganda politike dhe në më këtë mënyrë të filtojnë në mënyrë kriminale në zgjedhjet dhe ky fakt ne si opinion nuk jemi të vedishëm çfarë do të thotë demokracia, se është një obligim individual i çdo njeri nga ne që më pas ti gëzojmë këto të drejta dhe kjo zgjidhet me arsimin nga mosha më e re. Octopus në Twitter para zgjedhjet thatë se do të jetë do të pastruar lista dhe kriminalet në burg. Sa i përket metodologjisë, lista zgjedhore është e pastruar, jo deri në fund, jeni të vetëdijshëm për këtë. Në bazë të kritereve çfarë kanë nënshkruar partitë, ata menduan se është i pastruar deri në fund, pajtojmë se nuk është gjë puna e përsosur. Минимум решението кое што ни е потребно за да ДПМН и ДУИ немаат повеќе толку голема Pra kemi një pastrim, pasi që nuk është përparësia e BDI-së vëmërose, jo aq ferm, janë do të kthejnë parat dhe kriminalet në burg para zgjedhjeve. Nëse Gruevski na tregoi diçka, dhe kjo është arsyeja pse unë personalisht hyra në politik, nëse Gruevski diçka na tregoi, ai na tregoi se derisa ai dhe segmenti i partisë së tij, asnjë reformë nuk mund të realizohet, asnjë punë prokurisë speciale, edhe me këtë edhe kthimi i parave nuk është e mundur, por kjo nuk u realizua pasi që njëherë Gruevski duhet të largohet nga pushteti me zgjedhje demokratike, që pastaj të kryen kushtet që kriminalet i fusim në burg dhe të kthejnë parat. Под тоа криминалците да бидат ставени во затвор. Се разбира дека не мислиме на Sigurisht që ne nuk mendojmë se me njerë do t'i burgosim викавме мафија во робија. Ние не викавме për një ditë që Gruevski të dërgohet në Idrizov, pra duhet të del para një gjykate преку ведување на специјално оделение во të drejtë përmes një rizgjidhje gjenerale të gjyqtarëve dhe krijim të departamentit të veçantë, Goran Rizau. A është e mundur vjedhja zgjedhore dhe e përsëri të ndodh? Goran Rizau është gazetar. Siç tham, како што реков претходно, ka disa vërejtje në lidhje me lista zgjedhore se nuk është e përsosur. Навистина мислам дека најсовршеното решение кое што можеме да го добиеме во овие услови Tendencë, pra tentim për vjedhje zgjedhore, çdoherë është e mundshme, por tani është shumë më vështirë të пробудената граѓанска свест zbatohet për arsye të vetdijes së qytetarëve, kontrollit nga bashkësia ndërkombëtare dhe vendosmëria se qytetarët nuk do të lejojnë vjedhje gjatë zgjedhjeve. A ka gjëra konkrete në LSDM lidhur me LGBT persona dhe politika antidiskriminatore? Programi i LSDM-s ka një politikë të përgjithshme antidiskriminuese според мен и тоа како подразбира и однос на dhe kjo ka të bëjë me orientimin seksual dhe përfshirje e LGBTI, LGBT personave. Dhe trajtimi ligjor i këtyre personave duhet ta shohim përmes të drejtave të cilat ata i kanë, mbrojtja nga diskriminimi, nga dhuna në familje, nga akte tjera kriminale. Unë 3 vite kam punuar në LGBT qendrën dhe kjo është periudha më e mirë dhe unë do të vazhdoj të jem luftëtar i të drejtat të gjithë njerëzve, përfshirë edhe njerëzit të LGBT grupit. Një njeri nga Ohër pyet me kanë mund të koalicioj LSDM pas zgjedhjeve. Nuk do të di,
Këto janë vendime të cilat duhet të merren vendim nga shumë subjekte. Pra qëndrimi im është se mund të koalicijohet me çdo kush i cili nuk do të shfrytëzojë resurset e VMRO-DPMNE-s. Zhifllaj Çek Filip Dinev thotë si do të departizohet, pyet si do të departizohet shoqëria. Një pyetje e $1 milion. Qëndrimi im është se një herë partia e cila ka partizuar këtë shoqëri të largohet nga pushteti dhe pastaj duhet të vazhdojmë që të jemi të rrep me partitë të cilat do të vinë në pushtet. Gjatë shenjës së parë se ata vazhdojnë me metoda të njëjta, që cilat i shkeli qytetarët, ne duhet në mënyrë të rrep të reagojmë. Po, në rregull. Kjo është pyetja ime. Çfarë do të bëni me ndotjen e ajrit? A është prioritet për ju? Po. Ndotja e ajrit është një prioritet i madh. Qeveria e VMRO-DPMNE-s dhe BDI-s një kohë të gjatë e injoronin këtë pyetje, i tolerojnë ndotësit për X arsye të tyre personale. Dhe organizatat jo qeveritare dhe policia ka pakon masa të cilat kanë të bëjnë me ndotjen, me transportin publik, të ulen nivelet për emisionet filtra e kështu me radhë, dhe përgjigja është se nuk ka kosto të lartë për këtë. Nuk duhet të shihen arsyet ose pasojat politike se a do të na idhnohet ndonjë kompani nëse i themi të vendon filter më të shtrenjtë, pra me shëndetin e njerëzve nuk ka lojë. Ka një pyetje, por unë me të vërtet nuk mund ta gjej, por me mbajmë mend mirë, bëhet fjalë për federalizim. Federalizimi dhe dyqësia. Dhe ndarja e shtetit, kjo është retorika e VMRO-DPMNE-s. Kjo pyetje më revoltoi më së shumti, pasi që është shembulli më plastik për propagandën e keqe të VMRO-DPMNE-s. Pra, kjo nuk bazohet me realitetin, por ata e futën këtë si temë dominuese në diskursin politik dhe shoqëror. Unë do të përgjigjem edhe pse kjo nuk duhet të përgjigjem në këtë pyetje. Asnjë njeri nga koalicioni i për jetë nuk punon për redefinimin të kushtetutës, për futjen e dygjykësisë përmes ridefinimit të kushtetutës siç flet DPMNE, ose në fund të mendjes federalizim ose prishjen e unitetit të shtetit. Çdo kush në rrjetet sociale, nëse më tregon një deklaratë të drejtë për ku Zoran Zaev do të fut dygjykësi absolute dhe ndarje të shtetit, unë do të largoj me njerë. Nuk bëhet fjalë për propagandë të VMRO-s, të Kuririt e kështu me radhë, të cilat i marrin disa deklarata, i manipulojnë këta deklarata. Më kërkoj falje pak u stresova, pak jam pasi që kjo është një çështje artificiale. Ne kemi probleme reale, kemi njerëz të cilat e akuzojnë për vepra penale. Pra këto duken si disa webfaqe të rreshme për Donald Trump, ja edhe webfaqe të macionisë, nga Velesi për shembull, të cilët kanë punuar për të mirën e Donald Trump. Tani këta punojnë për përfitimin e VMRO-DPMNE-s. Batakoja, cilë është qëndrimi juaj për mos formimin e frontit më të gjerë politik. Unë me të vërtet, mua më vije keq pse nuk ndodhi kjo, por subjekte të ndryshme të cilat veprojnë jashtë koalicionit të jetë kanë të drejtë që të vendosin personalisht. Dhe unë nuk mund t'ja kundërshtoj këtë. Unë me të vërtet isha kundër këtij vendimi
Unë shpresoj se nuk do të humbim shumë nga ky mos Како планирате bashkim. да го решите според со Si Грција? mendoni ta zgjedhni kontestin me emrit? Mendova si përgjigje për kësaj pyetje se Говорите дека се потребни nevojitet një konsenzus i gjerë shoqëror, kuadro të mira. Unë vetë nuk mundem. Çka mendoni si referendum është konsenzusi. Nuk edhe ka nevojë që të shpallet referendum. По секоја цена Nëse e bëjmë këtë, do të na vendosë një за повторен раздор на популизам, национализам, етноцентризам. në probleme И тоа е проблем. nacionaliste, etnocentrizëm, duhet ta informojmë Јавноста и после тоа проверка на publikun dhe ta shohim Добро, за жал уште не работи сајтот на Одимен. qëndrimin e И оваа емисија се individëve. Уште еден поздрав до УНЕД. Да. Ja edhe një pyetje Edhe уште nga едно kolegu прашање Vlatko од Çalovski. Çalovski ми праќа. Sa përmend se do të kthehen parat, në çfarë mënyrë do të kthehen? Një pyetje shumë e mirë, e mrekullueshme, Да, одлично Како и прашање. сите други се радат. si edhe pyetje tjera. Одлично прашање, значи повеќе Ne kemi mekanizma nacionale, кои што të cilat duhet të shfrytëzohen, por требало да nuk се shfrytëzohen користат edhe за as кредити, нели, да помане. për konfiskimin e pronës За следење Та- на движењето на имотот и така натаму. realizuar në mënyrë Но и меѓународната заедница, jo ligjore. другите држави, Por vende tjera, SHBA-t, така имаат премногу edhe Bashkimi Evropian kanë mekanizma të fuqishme për и практично невозможно да се скријат. Се што е потребно përcjelljen e parave, pra asgjë nuk mund të fshehet. Neve vetëm duhet të kemi një vendosmëri shtetërore, pasi që nëse ata mund që t'i gjejnë kanalet e financimit të ISIL, mund të gjejnë ku i ka fshehur parat Zoran Zaev dhe Mjalkov. Gruevski Mjalkov. Оваат од земја, но веќе одговоривте на тоа прашање. Unë dëshiroj t'i falenderojmë shfrytëzuesve të rrjeteve sociale, Благодарам јас. edhe ju e dëshiroj t'i falenderojmë për ftesën Pavle Bogojevski, një nga liderët. Nuk ishim lider në fillim, po ishim në vite para të luftës të revolucionit Laraman. Vazhdojmë pyetjet, ja edhe pyetja e fundit. Në çfarë mënyrë do të bëhen kontroll mbi funksionarët? Pyetje shumë e mirë. Одлично прашање. Pikë së pari, funksionarët, nëse mendojmë në pushtetin ekzekutiv ose emërimin e funksionarëve. Pikë së pari kontroll duhet të bëjë parlamenti, dhe nëse mendojmë si funksionar nga pushteti plot, këtu është opozita dhe sektori civil dhe mediat. Име да. Dhe mediat gjithsesi. И медиумите. Kjo ishte realiteti deri më tani. Mediat kritikonin, jo të gjithë gjithsesi, edhe sektori civil kritikonte, por jo i tërë sektori civil, por Јас верувам дека власта pushteti nuk na dëgjonte. Qeveria e cila do të vjen në 11 dhjetor nuk do ta bëj këtë, dhe nëse pushteti e bën këtë, unë do të bëj gjithçka që të siguroj edhe një kanal për përcjelljen e nevojave dhe zërit të këtyre subjekteve, pavarësisht sa janë organizate jo qeveritare dhe qytetare, sigurisht. Edhe një herë faleminderit që ishit mysafir. Благодарам за поканата, билјам. I falenderojmë edhe shfrytëzuesve të Facebookit dhe Twitter.